Një pjesë e madhe e pemëve frutore në Dibër pësuan dëme të mëdha nga luhatja e temperaturave dhe ngricat në fillim të muajit prill. Për pasojë, prodhimi i qershive, mollëve dhe dardhave është i pakët, ndërsa fermeri Bilbil Kuremadhe nga fshati Grev thotë se dëmi përllogaritet në rreth 2 milion lekë. Zero, qershia zero, mollat zero. Kumllat, dardhat, asnjë lek kokë, fare. Sa o minus 20 milion jam vetëm unë. E një minus 20 milionë vetëm vllaj, vetëm ne, e dy që fermer plus i Dibras është. Subvencione hiç këkund. Erdhën nga Sablevën e ditë kryetari komunës me një qetër këtu. Pa anu së ditë tha ne, tha ne tha se 4 vjet s'marrim kur gjë. Se 4 vjet jo një vit. 4 vjet s'marrim kur gjë, tha asnjë farë mbështetje, asnjë gjë. Jemi bëmi shkollë, tha. Pa shkollët kjo gjinatësh. Të që është super prodhim kjo. Ndonse të gjendur përballë kësaj humbjeje ekonomike, fermeri thotë se nuk ju është ofruar asnjë lloj mbështetjeje nga instancat vendore të bujqësisë.